Ndërkohë, para se të ndajmë, duhet ndalim vetëm një lajm të fundit që lidhet me zhvillimet të rëndësishme ndërkombëtare, të cilat në fakt natyrisht kanë impakte edhe në vendin tonë. Duket se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka mbritur në Arabinë Saudite në vizitën e tij të parë jashtë vendit. Ai u prit në një ceremoni mbretërore në Riyadh, teksa zbriti nga Air Force One, mbi shkallët e të cilit një qilim Leila u prit nga princi i kurorës Mohammed bin Salman. Trump dhe princi i kurorës së bashku vijuan me takimin me zyrtarë të lartë amerikanë, sekretarin e shtetit Marco Rubio, sekretarin e mbrojtjes Pete Hegseth, sekretarin e tregtisë, si dhe sekretarin e energjisë, si dhe zyrtarët saudit të tjerë, të cilët ju bashkuan takimit. Princi bin Salman është shfaqur sinjalat kyçit Trumpit i përfshirë në përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të ndërmjetësuar një përfundim të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Ai ka pranuar që të ndërmjetësojë në fakt disa takime që u mbajtën në Riyadh të Arabisë Saudite me Shteteve të Bashkuara Rusisë, por dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Ukrainës. Zgjedhja e Riyadhit si ndalesa e parë e udhëtimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara në mandatin e dytë të tij tregon se Trump po synon të japë përparësi dhe të fuqizojë Shtetin Arab pas izolimit ndërkombëtar që pasoi vrasjen e gazetarit në vitin 2018. Shtetet e Bashkuara njoftuan dhe për shitje armësh me vlerë mbi $1.4 miliard për Emiratet e Bashkuara Arabe përpara udhëtimit të Trumpit. Pritet të shpallen disa marrëveshje mes dy vendeve gjatë vizitës, përfshirë investime në inteligjencën artificiale, qipe, prodhim dhe energji. Trump mund të shpallë gjithashtu një marrëveshje të madhe armësh me Arabinë Saudite. Shtetet e Gjirit kërkojnë garanci për angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj stabilitetit të rajonit, thonë komentatorët. Vitin e kaluar Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite ishin pranë finalizimit të një marrëveshje për mbrojtjen dhe tregtinë, por ajo u bllokua për shkak të kërkesës saudite që Izraeli të angazhojë për krijimin e shtetit palestinez. Riyadhi gjithashtu kërkon bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara për zhvillimin e një programi bërthamor civil, por insistimi për pasurimin e uraniumit brenda vendit ka ngritur shqetësim për hapjen e armëve bërthamore në Shtetet e Bashkuara dhe Izrael. Mbështetja e Shtëpisë së Bardhë për programin bërthamor saudit mund të japë rrugë kompanive amerikane për kontrata fitimprurse. Emiratet e Bashkuara Arabe shohin investimin si thelbësor për forcimin e lidhjeve me Shtetet e Bashkuara. Në mars u shpall një plan investimi për $1.4 trilion për 10 vitet e ardhshme i fokusuar në inteligjencën artificiale, qipe, prodhim energjie e të tjerë. Ndërsa Katari është vendi ku ndodhet baza më e madhe ushtarake amerikane në lindjen e mesme, të cilën Departamenti i Shtetit e përshkruan si të pazëvendësueshme për operacionet ushtarake të Shteteve të Bashkuara në rajon. Katari ka luajtur gjithashtu një rol kyç si ndërmjetëse në disa konflikte, nga lufta në Gaza deri në Afganistan. Sipas ekspertëve, kjo është pjesë e përpjekjes së Katarit për të ruajtur rëndësinë e tij në sytë e Washingtonit. Do të pritet të shihet nëse presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nga Riyadhi do të udhtojë drejt Turqisë, ku të paktën është paralajmëruar se mund të ketë një takim të drejt për drejt mes Ukrainës, Rusisë në prani të presidentit Donald Trump dhe presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan.